Platforma i legjislacioni u lançua në një event zyrtar ku kryetaria e Kuvendit Eliza Spiropali theksoi se kjo iniciativë shënon një revolucion në mënyrën e funksionimit të legjislacionit shqiptar. Ajo përshkroi platformën si më shumë si një program kompjuterik, duke konsideruar atë si një vizion në një proces ligjvënës më cilësor, transparent dhe më të aksesueshëm për publikun. E nënvizoj këtë sepse e-legislation është më tepër se një program kompjuterik. Është zbatimi i një vizioni të ri për një proces ligjvënës më cilësor, më efektiv, më të hapur, më të aksesueshëm nga publiku dhe më të besueshëm. Po hedhim një hap të ri për të afruar qytetarët me kuvendin, për të ndërtuar ura komunikimi ndërmjet institucioneve dhe për të vendosur teknologjinë në funksion të demokracisë. Për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë do të kemi akte ligjore të konsoliduara që përmbajnë të gjitha ndryshimet ndër vite në një version të vetëm e me qasje për të gjithë. Në ceremoninë e lançimit morën pjesë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, i cili nënvizoi rëndësinë e kësaj platforme për rritjen e besimit të publikut ndaj institucioneve parlamentare. Masat që po ndërmerren do të fokusojnë besimin e qytetarëve tek institucionet. Kjo është thelbësore për pavarësinë e Kuvendit dhe rolit i kryesor në procese të rëndësishme, përfshirë negociatat, u shpreh Gonzato. Platforma i legjislacion do të mundsojë që Kuvendi dhe qeveria të komunikojnë në një sistem të përbashkët teknologjik, të sigurt dhe me standarde të larta, duke përmirësuar ndjeshëm efikasitetin dhe transparencën e procesit ligjvënës.